Tava me spinaq do të vi tani për recetën e dytë tonën, së bashku do të lexojmë produktet dhe shpresojmë që dhe ju t'i keni 2-3 produkte prej tyre që të fillojmë se jo të gatuajmë së bashku. Pra, tavë spinaqi me beshamel. Nëse keni spinaqin aty të bërë gati, se jo të gatuajmë bashkë. 1 kg spinaqi freskët, i larë pastruar dhe i prerë, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 1 qep mesatare, 2 thelpinj hudhër, 50 gram gjalp, 3 lugë gjelle miell, 700 ml qumësht i ngroht, 1 lugë çaj armyshk, 150 gram djath kaçkavall, djath i bardh i thërmuar gjithashtu, 50 gram, dhe krip piper i zi. Vazhdojmë të gatuajmë, tregojmë tani hapat njëra pas tjetrës. Djathin e kemi marrë nga lufra. E lëm këtu bashkë me fosin. Fillojmë me procesin. Gjalp, vaj. Ti pyesi pak, zonja, që gatuajnë sot? Kam kuriozitet, ditë me shi, dojnë fasule, thua, të kenë bërë? Fasulja o tënë, o me shit do bëhet. Unë fasule kam etër për vete. Edhe unë kam fasule, mëse vrit menja. Po kam një grosh. Me shumë perime, kështu. Di që kam një sekret. Të fasules. Ma do mëndja që pa kam visa e bëjnë këtë gjë. Ma do mëndja. Jetë fresh fasuleve. Po, misa, to janë gjëra. Përbën sekret, qa jetë fasuleve? Për trashën e fasules, edhe që të dali më kremoze. Qa jetë? Miel. Një lugë miel, apo diet, një seshte? Ajo diet, jo. Ta pyesim, ti pyesim anë visa se na kryove kuriozitet. Jo, do t'alë deri në pjesën e gatimit groshës, pa tjetër. Okej, ja tani na tregoni pak se çfarë mund të hidhet fasuleve për të trashur logun. Jo miell dhe jo një seshte se u dogjën të dyja këto. Ti, a i di sekretet e punës tënde? I di moj. A, bravo, kësham edhe unë. Po si di unë, që e sekrete? Bravo, banaj do të me sekrete, sepse sekret është mjelli, sekret është të ta gjimë. Për anësat e reja sekret është, nuk e din. Gotat e reja, edhe unë nuk e dija dikur. Ja, sot janë, në gatime janë flak fare. Op, Woltin, direkt to, për osisin dhe gatime është të shpi. Po shpallatit. Ose këto gatimet që janë trendi virale, që janë jo të traditës, kuptohet, pa tjetër, që pse jo, i mbështetsim. Tani, me numrin që keni në ekran, na tregoni se çfarë mund t'i shtojë dikush prej jush fasuleve për t'u trashur dhe për të qenë kremoze. Se mos është qumshti, më dhe ta djek. Jo. Okej, e heqim në këtë pjesën. Qumësht jo. Miell një seshte jo. Ju do t'a gjeni se çfarë i shton Albana fasuleve për t'i trashur. Edhe këtu në stafin tonë, mund t'na vidojnë përgjigje, mund t'na tregoni. E ke menduar mi qa ishte atë? Stafi jo se kanë parë për gatitjet. Po mund të kenë qenë dhe avisat shumë të vëmendshme. Nuk e gjuaj atë gjë. Do t'ja u lë avisave ta thonë, kam dhe një përgjigje që mbase deri diku. Ja të presim zonjën e parë. Përshëndetje. Të përshëndesim, mirë mëngjes. Përshëndetje, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Nga ana telefononi? Për shumë të mira, nga Gramshi. Nga Gramshi, të përshëndesim. Si është koha aty, po bieshi? Po bieshi. Bieshi, në gjithë vendin pas këshis. Po, si mirë, të javash. Një shohem për të ditë dhe... Faleminderit. Faleminderit. Mendoj se është patatja. Patatja, për të trashur lëngun. Është patatja. Jo. Jo. S'qen ka patatja. Dhe që të falenderoj që merë dhe të them drejtën, u gëzova që se gjete. Ja ta pyesim pak zonjën nga Gramshi, çfarë ke gatuar sot për drek? Fasule apo ndonjë recet tjetër? Jo, sot do bëj një tavë me patate, se kështu kam filluar. Tavë me patate. Nga që nuk kemi gaz, na u ka marru gazi dhe kështu që kemi korrentin edhe fusin kurrë. E vendosni në forë. T'ju bëj mirë, faleminderit shumë që na telefonove, t'u uroj një ditë të bukur. Tjetër telefonat? Ç'na bëre moj, as patate as ishte. Ja. Përshëndetje. Mirëdita, përshëndetje.
Të përshëndesim edhe ne, nga telefonon? Faleminderit, nga Tirana. Nga Tirana. Po. Çfarë gatuani ju sot në familjen tuaj? Sot do bëj me qepujka, mish me qepujka. Mish me qepujka. Sa e mirë që është ajo recetë. Sa e shishme. Po, vërtet. Ke gjetur qepujkat vogla? Po, ka udisim ato me atë salsën. Çfarë shtohet? Shtohet edhe tomate, dafin, piper të zi, perzik. Është tradicionale që quhet stifallo me llojin e mishit që është. Bukurin, kështu quhet stifallo. Ju bëft mirë. Për këtë kuicin që na krijoi Albana, ishte e pa planifikuar, por që me interesin për ta mësuar dhe ne. Po. Mendoj se trahana, mendoj. Trahana? Ja. As trahana? Ja. Ja. Dreqke, mëj dreqke. Dreqke, kur urita u plaka. Nuk është as trahana, ja. Të falenderojmë shumë njëherë. Të urojmë ditë të bukur. Të mundohemi ta kalojmë të ditën me shi, kështu duke qeshur edhe duke luajtur bashkë. Presim një tjetër telefonat, përshëndetje. Mirëmëngjes. Si jeni? Jemi shumë mirë, shpresojmë që edhe ju të jeni sa më mirë. Dhe ju ndjek çdo ditë, më bëhet qejf. Faleminderit. Të puthim shumë. Faleminderit. Ajo bëhet, unë e bëj vetëm me fasule. Marr fasule nga gjella, i bluar, në mikser dhe hedh brenda. Dhe ja shton që të filloj të bëhet. Besoj se kjo është. Ha, Albana? Ja. Jo, kur na thot në fund Albana që asgjë nuk i shtoj. Ja, i shtojmë. Unë këtë e kam parë në Greqinë Avefa Aleksiadi. Ju përshëndesim. Të përshëndesim. Edhe me të përshëndesim. Faleminderit shumë për telefonatën. Ditë të bukur. Të shtoj njëtën këtë lloj ambisash. Prit të dëgjojmë se kjo do ta gjej tani. Duhet vetëm sot mos e gjejmë. Ja, do ta gjej sot. Përshëndetje. A të shtoj pak çipa? Mirëmëngjesi. Po, të dëgjojmë. Nga po telefonon? Alo, mirëmëngjes. Të përshëndesim nga Kuçova. Nga Kuçova? Po, mirëmëngjes. Të përshëndesim. Po bie shipa edhe për të kuicin. Për kuicin që është atëherë se dielli. Po, për fasule. Të dëgjojmë, ne jemi të fasuleve. Po. Okej. Keni një ide? Një ditë të mbarë, dhe një sezon të mbarë, por unë mendoj që është soda e bukës? Ja. Soda? Ja. A soda? Ja. Shën ka soda? Atëre sodën e bukës të fasule, ne vendosim për ta zbutur. Okej, faleminderit, mirë pafshim. Të përshëndesim. Zjem mokollaj. Po se i thashtë gjitha, po pri këtu kanë për të vendosur qepën. Se u gëzova dhe nga gëzimi lash edhe gatimin. Pra këtu kanë për të vendosur qepën e thatë. Nëse ju nuk keni qepën e thatë, vendosin shumë mirë qepën e njom, të ka urdisur me pak vaj. Jo, ma silni telefonatën. Dhe shtoj, do të shtysh kohën, mbaroj emisioni që mos gjendet, jo. Telefonatat këtu. Unë me telefonatat. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Unë mendoj se janë fasule që të i shtyp. Jo. E ka një zonjë për para jush që me fasule, pra i bëjmë kështu si i shtypim ose i kalojmë në mikser edhe i shtojmë. Në moment që ne marim për shembull qepën, karotën, specin i vendosin, të pa prera. Kjo është. E gjeti? Jo, i marim këto dhe i kalojmë e frullojmë. Por jo. Çfarë ke gatuar, mos mu largo? Çfarë ke gatuar sot për drejt? Ne dhe nga anët tona, nga Korça, ne shtypim me kurizin e lugës. Më kështu i bëj edhe unë në shtëpi, po s'qëm nga kjo po mos edhe unë kështu i bëj, dhe unë kështu i bëj, po është i sekret, edhe unë kështu i bëj. Nuk bëjnë dhe një çudim më të madhe unë. Është produkt apo futet e produktet e konsumueshme që ti ndihmoj pak. Nuk ka lidhje, nuk është abstrakte kështu. Edhe shumë biles. Është produkt. Po. Nuk është abstrakt, po të pyes është produkt, nuk fillon me D. Ajo që themi ne gjithmonë. Jo, nuk fillon. E përshëndes shumë zonjën. Me më fillon, jo miell,
jo mjalt. Pra, kemi përjashtuar mielin, sodën, fasulet, qumshtin. Me më fillon. Na telefononi, pra, na gjeni përgjigjen. Po, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, ka shumë telefonata, ndaj edhe... Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Të përshëndetim dhe nga telefononi. Mirëmëngjesi, Tirana. Mirëmëngjes. Nga e kemi këtë zë të bukur dhe me energji? Nga Tirana, Nga Tirana dhe juve. Ha, në ndoqe? O Tironse. O Tirana është e jona. O Tirana, o kampionja. Me fasule më zot ditë kampionja. Edhe se... Aman mos më gjej produktit, dhe lutem. Ta dëgjojmë pak. Do ta gjej sotën se jam për Tiranës. Dëgjoj, të mora me të mira që mos gjesh produktin. Se ka bo grosh sot. Ke bo grosh sot? Se po vishja pra, e ija ime e ka pas bo me pras. Këtë po thoshi me Niki në mëngjes. E thash, unë ja thash gjitha, preshe, miele, sode, miseshte, patate, fasule. Prasi. Mama, di sa i përdorni ju atë produkt. Për fëmijët. Prasi për zoti, prasi. Përdorit shumë e produkt për fëmijët. Mielorizi. Sa që të përdorim në për fëmijët. Nuk e gjete dot. Edhe pse ke bërë fasule, dëgjoj deri në fund që të ashtosh të produktin, me qënë se nuk po e zbulon Albana. Po na boni kështu, Tirana gjallë ka pas groshët veta. Po shumë thjeshme, Tiranësit e boni groshën, kokra dhe long, po ha? I kokër groshin... Ma të keqen, të themi të drejtën, gatimin e groshës e mban Juglindja, Jugu. Ne Tiranësit e kemi... Me pastërmaje. Ne kemi tava që i qaj, pasaj këto groshët e gjona... Na e një linin e groshët. Po. Me sa është kilogram? Kishë me vëjtë, kishë bërekon me qumër. Mirë, kena këto gabxerna këto... Të pyesim pak, kuj ke blerë groshët e sa është kilogrami? Se kam iden të vitë sa ka shkuar. Groshët, inshallah më janë ullmo, se vjetë u bon 5.000 lek. Sa ishin vjetë? 5.000 lek. 5.000 lek, mirë, se me 7 i kam parë diku, prandaj të shofim, do të studujmë të pjesën, do të asjesim në moment tjetër. E kemi bërë dikur një shkrim ne, të angëlliku i groshëve, të smimi, tani të gjejmë dhe të kuicin, dhe më dhënë shusat vështirë na e bojnë të pjatë tradicionale që ka dhe shumë vlera dhe benefite për shëndetin, pak kuici Albanës, pak çmimi tyre, që të themi tani. Dhe me thonë drejtën nuk jam lodhë hiç fare me gjithë produktin. Si e lodhur fare? Jo, fare. Më ka dalë kështu, tak, më ka dalë. Tjetër telefonat kemi, apo do të tregojmë pas publicitetit? Do të shtoj, pas publicitetit, tu le të shtoj që kudrë, flasim që publicitet, do më thënë. Ti mjafton të këtë shkokën mbrapa dhe i gjithë. A bëjë që krej gjemë vetë. Gjeta më duke. Tani, bëjmë një përmbledhje që ke bërë këtu ti të tava, se... Pra, të gjitha u thamë që i bëra. Shtova mielin, bëre beshamelin. Bëra beshamelin duke shtuar me ujë, me qumësh. Nëse s'keni qumësh, shtojni me ujë. Op, iku kjo. Shtoj dhe hudrëm të brënda. Te tava tjetër, qepën e thatë, nëse s'keni qepën e thatë, qepën e njom. Unë i kisha qepën e njom dhe shtova qepën e njom. Dhe kam shtuar spinaqin, jo të këta ka urdis, por të marë... Sa të zbute, të uli pak volumin e vetë. Ja, edhe hudrën. Po tregojmë pak të dyja... Ja, kaq. Enët tani, edhe do kalojmë në publicitet. Pra, deri në këtë fazë kemi recetën e tavës me spinaq dhe beshamel. Në njërën anë kemi bërë beshamelin, si që dini ju të gjithë. Tha boni në anën tjetër, qepën e thatë, qepën e njom dhe spinaqin. Mirë se u rikëthyet në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit, për përgatisim një tavë me spinaq, për anvisat që sa ju bashkuan në ekranit tonë, ndërkohë kemi vendosur byrekun me ara për të pjekur dhe unë për pak minuta do të asjell atë në tryez. Ndërkohë vazhdojmë të jemi në emocionet dhe meset e kuicit që doli befasisht dhe shumë spontanisht këtu në programin tonë. Shtoj pak aromyshk se... Tek e aruam të thosh, tek sa thamë për beshamelin.
pjesët e tjera, do të Tani, shtoj. për të treguar sinqeritet dhe transparencë, ma tregoj Albana se çfarë ishte ai produkti. Ndërkohë do të kemi në ekran sërish numrin e telefonit dhe ju presim të telefononi për të na treguar se çfarë mund të shtohet, ju mund ta keni gjetur, shpresoj shumë, mund të keni lexuar, shfletuar e me radhë, ose nga eksperienca e ndonjë anvise mund ta ketë gjetur se çfarë shtojmë tek fasulet për ta trashur dhe për ta bërë lëngun më kremos. Kemi treguar disa variante dhe atë çka Albana përdorë, se dikush mund t'i trashi me fasulet t'i bëj ato më kremoze me produkte që ne thamë, por ajo që ti vetë personalisht dhe e kemi realizuar edhe në program, për kaq mund të ndihmoj, pra e kemi sjell në recetën tonë të përgatitjes së groshëve, sezone më parë. Produktit është ma, e dyta është të tjera të rathoj vetëm pëstaj. Këtu do të marrë djathtin. Po, do t'i shtojmë edhe djath tek pjesa e beshamelit, djath kaçkavall, djath të bardhë nga lufra, nga produktet e lufrës që kemi në tryez. Ndërkohë, për të treguar dhe për shifja gjatë publicitetit, për shifja pak faqen e shqiptarja.com dhe por shihja dëborën e parë në pamjet ekskluzive që sjellin kolegët tanë, dëborën e parë që ka rënë mëngjesin e sotëm. Nëse i keni pamje mund ta ndihmoni, shifeni pak dëbora e parë për këtë vit në Kukës në Shishtavec. Gati 10 centim Albana, të duket një 10 centim dëborë. Temperatura sigurisht janë ulur. Se kuptoj. Pritet që këto 3 ditë të ketë këto ngriva shkriva temperaturat, njërë ekstreme, njërë më konstante, dhe më pas sërish do të rikthehet gjendja e një moti në stinën e vjeshtës. Lexova pastaj që janari do të jetë një muaj më i ftohtë, por gjithsesi gjithë ky dimër nuk do të ketë temperatura të acarta, do të jetë një dimër normal me temperatura. Gjithsesi këto janë pamjet e para ekskluzive që sjellin gazetarët tanë, kolegët tanë nga Kuksi dhe që janë publikuar sigurisht në rrjetet sociale të shqiptarja.com. Dëbora e parë për këtë vit, 2 tetor. Lumë kuksianët. Shijojnë. Pamje e bukur është bora, është pastërti. Për shembull, ne të Tiranës që nuk kemi borën, themi sa bukur Kuksi. Po unë një gjë nuk kuptoj, Kuksi me atë bukuri pse vjen në Tiranë. Për këtë tym që lëshojnë makinat, për këtë ndotje, për të punuar. Normalisht. Për një jetë më të mirë, po që kapi pyetje dhe kjo pjesa e metropolit. Është kaq e mirë. Dhe kam shtuar djathin e bardhë, kam shtuar djath kaçkavall, çfarë do lloj djathrash të keni ju. Trashja e beshamelit, pra e kam edhe pa vezë fare. Qa po shef? Shof qa ke të gatuar më pas. Është receta që do gatuash tani me fasule. Po, shtoj edhe pakës ujë fare këtu dhe jam shumë në rregull. E shtojmë në tavë? Po, e shtojmë në tavë, mund të marrë edhe pak. Po të duam ne për shembull. Telefonatat të vazhdojnë, të japi mundësi ambisave të shprehin mendimin e tyre në lidhje me produktin, sepse tani do të vjojmë me përgatitjen e fasuleve, do të jetë aty mes produkteve dhe ai që Albana bën diferencën për t'i trashur lëngun e fasuleve. Tava tani me spinaq është e thjesht, e lehtë, siç tham, ka urdisëm qepën e bardhë, qepën e njom, spinaqin sa të uli volumin, përgatitëm më vete beshamelin, duke i shtuar dhe djathin brenda, duke i shtuar dhe armyshkun, dhe tani i përzihem bashkë në një tavë. Këtë tavë do vendosim në furrë. Ele në këtë tavë, po të dua që Dëgjoj, jam e ku jam, shif. Jam e ku jam. Pak, okej. Se të pyeta unë që do bësh me petët që në ngellën nga byreku, e ti i riciklon. I shtojmë disa petë të thata, ne i kemi, nuk është domosdoshmëri dhe pjesë e recetës. I kam, prandaj dhe po i shtoj. Nëse dhe ju kanë tepruar se i gatuani të dyja këto receta, mund t'i shtoni pra petë të thata, si i përmbledh ato lëngjet, i jep kur të piqet një stres të kante. Edhe sot do t'i mbaroj këto petë. Po. Presim telefonatën. Mëngjes. Përshëndetje. Nga telefononi? Mirë. Po, nga premeti.
Edhe njerëzojnë nuk ju dëgjova. Nga Përmeti, të përshëndesim Përmeti. Ke ndonjë ide? Jeni shumë të mira. Kënaqësi të ju shikojmë. Faleminderit. Nuk do jetë makarona? Makarona? Jo. Është me u, është u gërma e dytë. E përdorim të ndihmoj pak këtë produktin. Përdorim shumë shpesh tek fëmijët. Fëmijët e vegjël, tek ato që shkojnë në shkollë, që nuk duan ushqimet që gatuajmë ne, duan ushqimet e gatshme. E përdorim në për salca, kur bëjmë ato sallatat. E tash e prishe fare, tash. E thash, ë? Po thuj se thuje fare, jo më se thuje. Ja për ta ndihmuar. Edhe një herë? Mustardi. Bravo. Amo i Niki. Po, mustardash. Unë po ta dija para publicitetit, do t'i kisha ndihmuar edhe natë më parë, por realisht nuk e dija se ky ujci doli kështu befasisht, spontanisht nuk e kishim menduar. Mustarda është, po mustarda. Të lumt me hile. Të lumt me hile. Se gati sa se tha. Të lumt. Kjo tregon që edhe unë e bëra shpjegimin mirë siç duhet. Të lumt. Trigje mos e kpu, të përshëndesim. Më thuaj pak dreka jote cila është sot? Çfarë ke gatuar për drekë? Dhe në përshëndesim një shumë të tjera. Edhe ne të përshëndesim. Dreka jote, ma thuaj pak para se të largohesh, miku zonja. Në një recetë Përmetit ka bërë, se sot si dit me shi. Shife sa bukur, sa kënë që më doli spinaqi, e vendos në furrë dhe shkoj të marrë groshët.